Pas gati 20 vitesh në arrati, shërbimet e sigurisë së Maqedonisë së Veriut kanë lokalizuar dhe arrestuar Hamdi Bajramin, i njohur me novkën komandant Breza. Arrestimi u krye në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që nga viti 2003, sipas asaj që raportojnë mediat lokale në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Bajrami figuron në dokumentet zyrtare si Hamdi Bajramovski. Ai ishte në kërkim me urdhër të gjykatës themelore të Shkupit për disa vepra të rënda, përfshirë ato që hyin në nenin 237 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ky nen lidhet me veprime të rënda kundër rendit dhe sigurisë publike, por autoritetet nuk kanë dhënë detaje të hollësishme për akuzat konkrete. Burimet e afërta me hetimin bëjnë të ditur se Bajrami kishte ndryshuar identitet dhe kishte jetuar për një kohë të gjatë në një emër tjetër duke u shmangur ndjekjes penale. Ai është arrestuar pa rezistencë dhe aktualisht ndodhet në parabërgim në Shkup, ku pritet të përballet me proces gjyqësor. Arrestimi i tij është konsideruar si sukses i madh për shërbimet e sigurisë, të cilat kanë bashkëpunuar me agjencitë ndërkombëtare për ta sjellë përpara drejtësisë një prej personave më të kërkuar në vend.